Futbolli botëror në zi humbi jetën në moshën 25 vjeç, futbollisti që luajti në botëror me Afrikën e Jugut. Futbolli i Afrikës së Jugut është ronditur nga lajmi për vdekjen e mesfushorit Yaden Adams, vetëm 25 vjeç. Lajmi u raportua nga media sportive Soccer Laduma, e cila bëri të ditur se përfaqësuesi dhe menaxheri i futbollit kanë konfirmuar ngjarjen. Detajet rreth vdekjes së futbollistit mbeten ende të paqarta. Ekipi ynë ka folur me përfaqësuesit e lojtarit dhe kujdestarin e tij, të cilët konfirmuan lajmin tragjik. Nëse lajmi konfirmohet zyrtarisht nga autoritetet ose klubi, vdekja e Adams vjen vetëm pak ditë pasi ai ishte një nga protagonistët e kombëtares së Afrikës së Jugut në Kupën e Botës, duke ndihmuar ekipin të bëjë kombëtarja e parë e vendit që arrin fazën me eliminim direkt të turneut. Mentori i tij, Brendy Johnson, konfirmoi lajmin për Soccer Laduma, duke kërkuar që të respektohet privatësia e familjes. Në këtë moment gjithçka është ende shumë e freskët. Familja nuk dëshiron të kontaktohet. Kjo humbje na ka tronditur të gjithëve. Kisha folur me të tenjten dhe ishte shumë optimist për kthimin pas Kupës së Botës. Askush nuk e priste këtë, u shpreh Johnson. Lajmi bëhet edhe më prekës pasi Adams kishte përjetuar një tjetër tragjedi personale gjatë botërorit. Sipas ish kapitenit të Afrikës së Jugut, Dr. Khumalo, mesfushori mësoi për vdekjen e gjyshes vetëm pak orë pas ndeshjes së fazës së grupeve kundër Çekisë në 18 qershor në Atlanta. Pavarësisht dhimbjes, ai vendosi të luante duke ndihmuar Afrikën e Jugut të siguronte një barazim 1-1, rezultat që mbajti gjallë shpresat për kualifikim. Më pas kombëtarja realizoi një fitore historike ndaj Koresë së Jugut, duke u renditur e dyta në grupin A dhe duke siguruar për herë të parë një vend në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës, ku do të përballej me Kanadan. Dr. Khumalo e vlerësoi Adams si një futbollist me profesionalizëm të jashtëzakonshëm, i cili vazhdoi të jepte maksimumin në fushë dhe në rrethana tepër të vështira personale. Deri tani nuk janë bërë publike shkaqet e vdekjes 25 vjeçarit, ndërsa pritet një reagim zyrtar nga klubi i tij dhe Federata e Futbollit të Afrikës së Jugut.